i frym buz pak më shumë ose moza pak më shumë. Kjo është ajo që e shpjegova në fillim, standardet e bukurisë që kanë ndryshuar me kohë. Kanë qenë domethënë njerëz më të shëndosh si të bukur janë konsideruar në histori, pastaj njerëz të dobët tash konsiderohen se ato vajza dikush edhe po i pëlqen. Na nuk mund të thonë që ato po duken keq. Për mendimin tonë po duken shumë mirë, edhe nëse mozat i kanë pak më shumë, edhe nëse busti kanë pak më shumë, ato janë të shtyna. Pse duhet mu dhënë një mesazh i tillë që ti për me i pëlqy tjerëve duhesh me ndryshu, jo për me i pëlqy vetës. Sepse ti po thua që i pëlqen dikujt. Atëherë po i bie që ndërhyrjet nuk po bëhen për veten, por për tjerë. Edhe kjo është problemi që po e diskutojmë ndoshta në studion. Nuk bëhen edhe për tjerë. Jo, nuk bëhen. Po ti kur nihesh mirë me veten ti reflekton për bukuri, apo kupton, kur kqysh pas që dhe je i kënaqur me pamjen tonë, ti reflekton ato edhe të tjerë, to sigurisht edhe ki tërheqjen edhe prej tjerëve. Ajo është shumë normale. Mirë po, na duhet mi pas një sam parasysh, nuk bën na me një trend, domethënë unë thash zbulimi më i mirë që e ka bë për dukjen e vet njerëzimi është ndërhyrjet estetike. Sot e ki mundsinë gjithçka me rregullut e vetja jote, dhe kjo është pozitive, kjo është shumë e mirë. Nuk u duhet na me tash përkej. Kto s'pe konteston me kërkosh? I nderon këto s'po ta konteston kërkosh. Me gjithë respektin. Këto vetë mos me dal për të vetës dhe qa standard ato ligji me dal për të vetës dhe nëse ka ndonjë pasojë të keqe. Nëse kush e merr çfarë përgjegjësi, e merr personi ai që ja ka dhënë. Prandaj po ndërlidhem te ajo pjesa që thënë se te i thu pacientit shko, se s'po du me t'i kry këto injektime, pikërisht me veprua. Po normal ashtu veproj, unë po flas për veten. Të në Kosovë, unë thashë, Qose ne nuk i themi jo, atëherë normal që kemi pas shumë komplikacione. Shumica, unë se kam ashtu për vete, shumica klientelën e shohin si ajtjen pareve, pikësh në rregull. Më konë si doktoresha, zonë edhe shumë tjera që kanë nivel e kësaj, si të liba dhe jamon faleminderes, më në marrë me pini kafe, edhe ka, që kjo ka bagazh në rregull, kjo është i mira kështë e, dhe jo të polim diqka, në zhargon po del për të binaj dhe të mas parën bi gjitha shëndeti, kuptot mjetet asene, por të kurse ki shëndeti dhe lyp diqka që nuk e lejen miksia dhe nuk e lejen ligjë sene dhe po del për të vetës, unë e mendoj që është shumë e dëmshme mas parët për vetë personalitetin, qoftë VIP apo qoftë muzika apo qoftë qa dush, si do qoftë, mi gjitha shëndeti dhe nuk bo me dojë.